Këtë mu bokur, unë kam qenë asamblej, se kam qenë kryetari i komunës. Okej, me shaka. Në fakt, unë besoj... Nuk din askush më mirë se ti ke qenë i përshqip direktor. Po mund ta marrë njerëz pak në kuptimin e çështjes, edhe pse me të vërtetë munduhem të jem shumë real me atë sa di dhe mundem. Mundohesh ti jesh objektiv në aq sa mundesh ti jesh. Po gjithsesi je pjesë e palëve. Po. Respekt. Unë mendoj që për PDK-n me dy fjalë se përmbledhje është hapi duhur, vendimi duhur në kohën e duhur. Sepse sinqerisht ka pas lëvizje që zoti Ladrovci nuk do të rri dur kryq nëse nuk ka një reflektim nga kryesia e Partisë Demokratike. Ai më kishte bërë të dishme që do dalë... Qa do të thotë kjo nuk rri duar të kryq? Pse do del me një parti të re politika? Do dilte në garë, jam i sigurt për këtë, do dilte në garë me një iniciativë, madje ty marr kogja shumë figurat të paknaqura brenda PDK-s, dhe PDK definitivisht ta nxjerrte partinë e tretë në një parë zgjedhje që do të bëhen dhjetor. Unë besoj që me që të hap, Partia Demokratike do të arruan pozicionin e dytë në garë, sepse këtu është çështja kush i dytë e i tretë, sepse janë afër pra me elektorat. Nuk bëhet fjalë për kush do të fitojë zgjedhjet, besoj kjo nuk është tema. Pra, zoti Krasniqi nuk është këtë faj tje që ka ndodhur me Drenas, sepse atë që kërkonte në fakt zoti Ladrovci para se të merrej vendimin, thoshte merre vendimin ti sekretar, mos ja hedh kryqësisë atje. Zoti Krasniqi megjithatë në atë kohë, pra vendimin për se kush do të jetë kandidat për kryetar nën llogon e PDK-s, e pat delegu tek kryqësia, kështu që në një farë mënyre tash është një farë lloj kurbani e atij grupit atje. Dhe kjo bëhet për të mirën, për me urujt pra stabiliteti Partisë Demokratike në prag të zgjedhjeve të cilat po trokasin që të jenë dhjetor. Pra, me pak fjalë, po, jo, nuk është vetëm një fusnot, po është fakt arsyeja besoj kryesore pse kjo lëvizje po ndodh. Tash kush po vjen? Me gjas dy të përmenden zotin Hamza, unë besoj që ka pasur lloj negociatash, ka lloj konsenzusi. Ka pas negociatat në brendshme që janë normale dhe për me rujt pra si të tham stabilitetin brenda PDK-s. Po kohezionin edhe çka ndodh tash, kolegu e përdor një term që më më përshtatet, nga një kujdestar po kalon në një kujdestar tjetër, sepse në fakt fuqitë vendimarrëse brenda PDK-s janë drenic. Tash në dy grupe. U mundu të jetë vetëm një grup, nuk funksionoi. Tash është grupi Samil Ushtakut, edhe grupi Ramiz Ladrovci. Ramiz Ladrovci megjithatë nuk shkon krejt kot aty, ai do ta ketë një fuqi politike brenda aty. PDK si konvenant sepse është një lloj kupshtje me vota dhe nuk janë pak dy komuna sepse po i krijojnë një farë lloj stabiliteti atje. Ndërsa fuqinë vendimarrëse as zoti Hamza nuk do ta ketë siç nuk e kishte as zoti Krasniqi në kuptimin e asaj që t'i jep drejtim me mendjen e tij si një lider që janë parti tjera. Pra, po kalon nga një kujdestar në tjetrën, prandaj në këtë aspekt unë besoj që me kolegen shans kishte prish punë me kanë edhe Vlora, sepse i njëjti funksion luhet aty. Pra as Vlora Çitake, zonja Çitake e respektuar, nuk do të kishte kurrë më pak as më shumë se sa me Emli dhe as se zoti Hamza nëse se të tre figura. Bëhet fjalë gjithçysh për një kujdestar. Unë besoj shumë, edhe besoj që kujdestar më të mirë për momentin nuk kanë. Po kujdestar më të mirë nuk kanë për me rujt vendin e dytë në garë. Sepse ai do t'i bashkojnë të dy forca, tash sa do të bashkohen dhe do të ketë një farë lloj, si tham, kalimi të hatërmbetjes, kjo mbetet më po prapë se prapë zgjedhjet nacionale të 9 shkurtit e kanë treguar që kur mobilizohet Ramiz Ladrovci në Drenas, kur mobilizohet Samil Ushtaku në Skënderaj, i nxjerrin ja 10-11 deputet prej atjet, gjysmën e deputetëve realisht që janë nacional. Edhe e shpëtojnë subjektin politik nga një rrezik i cili është po shfaqet dita ditës që në rajonet tjera ka ramje. Pse ka ramje? Sepse unë e kam thonë edhe më herët në këtë studio mas 9 shkurt, kam thënë rreziku më i madh PDK-s ka marrë nga zgjedhja e deputetëve me shumicë nga një zonë. Sepse nuk ka motiv dhe nuk ka besim dhe guxim që intelektual, njerëz pra, si tham, që do të kishin pas me të vërtetë çka i dhon PDK-s dhe vendit,